رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij dhe falë kërkojmë. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo se për shkak të njeriu më shumë të nevojë në dunjë, ashtu e cila edhe do t'i bënd të bie në ahiret, gjëme të tila i duhet jeton, edhe çdo vepër që e bën duhet ta ndërtoj vetëm mbi të, saqë edhe dëshmin edhe hyrjen në Islam Allahu subhanahu wa taala e ka lidhur ngushtë me këtë temë, dhe se nuk e pranon për robët Islamin vetëm se nëse ai e ka për një vend atë e ajo sinqeriteti që ti e ke për Allahu subhanahu wa taala. Agjërimin të cilin jemi duke e bërë këtë ditë nuk ka të bi vetëm nëse atë e bëjna me sinceritet për Allah subhanahu wa ta'ala, edhe nëse agjërojnë vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Ka përmend Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya ka shajaratin tayyiba. Për sinceritetin ajo si kur një pemë e bukur, e që prej frutave të kësaj peme përfiton vetëm besimtari. Nëse vepër sa do e bukur, sa do e thjeshtë të jetë ajo, por se e bën me sinceritet tek Allah subhanahu wa ta'ala ka shpërblim të madh. Nëse vepra që jetë duke i bën, nuk i kije për Allah subhanahu wa ta'ala, por se i bën me ndonjë interes për dynjës, atëherë mos u lodh hiç, sepse nuk i nevojë për Allahut as pak për saj. Nëse vepra sa do të jetë e vogël, sa do të jetë e thjeshtë, por se synimi i saj është fytyrë Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë vazhdo edhe shtoj ato, sepse Allah subhanahu wa ta'ala i vlerëson ato dhe i shpërblen. A keni dëgjuar ndonjëherë për një person i cili ka qenë prej sahabëve, e të cilin edhe e kanë emërtuar, edhe e kanë thirrur me emrin Zejnul Abidin. Zejnul Abidin ka qenë një person i cili ka dhënë më shumë të sadaka. Zejnul Abidini, siç transmetohet, në Medinë i kanë mbajtur rreth 100 familje me ushqim. Edhe ato 100 familje nuk e kanë ditë se prej nga edhe prej kujnë e lëbje ushqimit. Kujtoj e ti 100 familje sot, në ditën e sotit me marrë ushqim prej teje. Edhe ti më kona i cili jetë për gjesis për ta, edhe që ka 100 familje mos më e ditë se qaj ushqim ose qaj në ditë një shko prej teje. Kjo buhet vetëm me një sinceritet këllu. Kur e kanë marrë vesh familjet e Medinës, që personi i cili ja ka qenë ushqimin tyre çdo natën ka qenë Zejnul Abidini, veç ditën kur ka vdekur Zejnul Abidini. Ditën kur ka vdekur Zejnul Abidini, edhe kanë marrë sahabët me e pastruar trupin e tij në xhenazën e tij, e kanë pasur në mesin e shpatullave të tij, i kishin bërë një vrim e zezë, edhe një vrim e gjatë. Edhe atë natë që ka vdekur Zejnul Abidini, 100 familje i mungon ushqimit. Edhe e dinë se ushqimi që ju ka shku, ajo nevojë që ju ka shku atyre, ju ka shku Zejnul Abidini dhe vrima që ju kishte bërë shpinën e tina, kishte qenë prej konovë drejtare që ai kishte lidhur ato ushqime për me i bajtur në shtëpi. Zejnul Abidini e pritte natën kur këtë janë gjumë, edhe dilte edhe jetë sadaka për ata që kanë pasur nevojë. Sa prej neve sa të bojnë ato. So prej neve sot kur na lipët mundësia me dhonë diçka, tash ajo të shumë diçka ma pak se ajo që ka dhënë Zejnul Abidini, edhe kena qef me fotografu ato, edhe kena qef me postu ato, edhe kena qef me ka dhënë tjere, nashta direkt nuk e thonë, apo filani kishë nevoje, ja shumë ma pak diçka, ju gjina pak, edhe që kjo është për filefasirë, edhe që kjo është për një fokë. Sa do që ti bëm për dikën diçka, atë më se përmen. Ali bin Husejni e pritte natën, kur edhe familja e vetë janë gjumë, edhe dilte prej shtëpisë tina gadan, edhe shikonte se kush prej banorëve, ose kush prej të afërmve tina ka nevojë, që ai me ja u kryer nevojë. Edhe thot, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab Allah. Sadaka, ajo sadaka që ripet në fshehtësi, e shuan hidhrimin e Allahu subhanahu wa ta'ala.
A sadaka që ti e jep, kur nuk e din askush, ta që transmetuar kur nuk e din dora e djathtë, se çka ka dhënë dora e majt, ajo e shtuan hidhurimin e Allah subhanahu wa ta'ala. A keni dëgjuar për një person i cili ka qenë prej hoxhallarëve të mëdhenj, prej dietarëve të mëdhenj, edhe kanë quajtur Abdullah bin Mubareki. Abdullah bin Mubareki ka qenë në dietarëve të mëdhenj të kohës tina. Pa që edhe sot ne lexojmë për fityrën e diturisë që e ka lënë ai pas. Në herë për herë Abdullah bin Mubareki ishte me shokët e tij. Ishte me shokët e tij në një udhëtim. Edhe i zërnata edhe nalën me një vend për me pushu. Ato llamba që i kishin i ndesin, përse fryma e madhe i ishim llamba që këta i kishin. Edhe derisa i mbledhin ta për me ndes prapë llambat e shkruajnë se vetëm se ati ju kishte lagë mjekra. Edhe për i pikte mjekra për i blëndë që kishte konë duke qartë. Edhe pyesin se mos ka bo të shka dëmë sa u kun tërë, u kun ersir, edhe nuk e kena po të shka përrejnë të shka ka bo dëmë dhe po qa për i dhimtës, tha jo Allahi. Por se kur u shumën të lamba, edhe u bo shumë ersir, më kujtua ersira e natës vogët. Se sa ersira e madhe të tjetë aty, e nuk do të kemi asgjë pranë, nuk do të kemi asgjë pranesh, vetëm sa të veprat mira që i kemi bërë për Allah subhanahu wa ta'ala. Sa prej njerëzve sot falin namazin, e sa prej tyre agjerojnë, e sa prej tyre dhe japin sadaka, e ato i bojnë vetëm që me i pati kush për njerëzve. Sa prej njerëzve sot edhe lexojnë Kur'an, e ndoshta e lexojnë ato në rrugë janë duke fal namaz, e kur film të kush për njerëzve fillojnë edhe zbukurojnë zonën e tyre edhe zgjatin namazin. Dhe sa më thonë se filoni shumë zonën e mirë, filoni e fal namazin gat. E kur ta tretoh për dietarëve, sa që ta tretoh kur ata ju konë të lexu Kur'anin dhe se ka hiti kush në kohën e tyre, e kanë mëshirë Kur'anin edhe kanë mëshirë. Mos me di se çfarë konë të vu. Një person deri tek termin e darje. E një kër ka qenë prej sahabe edhe i tha ati, o termin, qysh je me namazin e natës? Qa i ki pun me namazin e natës? Edhe e fshiri termin e darje dhe u bo shumë nërvaz për kësaj pyetje. Edhe tha, nuk të vejta të shka vetëm se qysh je me namazin e natës, edhe nuk ofte të shka për mu bo nërvaz. Pasi për ta fali vesh një natë. Si për ta fali namazin e natës vesh një natë për Allah subhanahu wa ta'ala, ato mos me e ditë për kush, ishte qenë ma e dashë për mua, se sa me e ditë të gjithë se çfarë vepra bëjnë unë. Ki ishte sinceriteti dietarëve që e kanë pasur me hajtë në veprat e tyre. Ki ishte ajo që dietarët e kanë pasur dert, se veprat që i bojnë i bojnë shëtësi sa më të madhe. E veprat mas shumë që duhet me ishtu robi është me ishtu ato në muajin e Ramazanit. Në atëherë kur Allah subhanahu wa ta'ala i shpërblen ato shumë fish. Atëherë kur Allah subhanahu wa ta'ala për çdo vepër që e bën e shpërblen me 700 fish atë. Por se ato vepra shpërblen për Allah subhanahu wa ta'ala atëherë vetëm atëherë kur ti i bën me sinqeritetin më të plotë. Kur ti i bën ato me sinqeritet sa që nuk e din as familja jote se sa ke dhënë ti. A kemi sot për ato njerëz besoj që do të ketë besimtarë që japin në fshehsi. Por se e përmendim edhe një herë, sa ka të sirri tot filluara Allah. Sadaka atëra i në fshehsi. Sadaka atëra i në fshehsi, ajo e shtuan i hidhurimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu dhe sadaka të cilën e japin ne, ta japin atë me sinqeritetin më të plotë për Allah subhanahu wa ta'ala, nëse dëshirojmë që Allahu me na falë mëkatet neve. E nuk ka askush më shumë se ne nevojë për me falë mëkatet. Se të ne çdo ditë nuk kajtojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe në këtë ditë Ramazanit edhe në ditë e agjerimit tonë, ne nuk kajtojmë Allah subhanahu wa ta'ala. E për me na pranu Allah subhanahu veprat tona të plota, për me pranu namazin tonë të plot, për me pranu Allah subhanahu wa ta'ala agjerimin tonë të plot, atëherë duhesh me Allah sadaka për ato vepra që i duke i bërë në fshehsi që Allah subhanahu wa ta'ala me t'i pranu ato. Ne i lutim Allah subhanahu wa ta'ala që me na bu për atyre që janë të sinqertë. E lutim Allah subhanahu wa ta'ala që me na bu zemrat tona të sinqerta. E lutim Allah subhanahu wa ta'ala që me na pranu çdo vepër që e bëjmë vetëm për hir të madhërisë tina. E lutim Allah subhanahu wa ta'ala që me na largu nga lifaku, nga syrefatësia. Walhamdulillahi rabbil alamin.